Mbrapa çdo sistemi digital janë rrjetat logjike, një numër shumë i madh i tyre. Përshëndetje, unë jam Enis Kraj dhe sot do flasim për rrjetat logjike dhe ndarjen e tyre. Rrjetat logjike janë themeli i elektronikës digjitale. Një rrjet logjike është bloku themelor i qarqeve digjitale, duke formuar bazën e çdo operacioni kompjuterik. Këto rrjeta kryejnë operacione logjike që marrin një ose më shumë hyrje binare dhe prodhojnë një dalje të vetme binare, që e dimë që është ose 0 ose 1. Këtë dalje e pëqesin në bazë të operacioneve të caktuara logjike që kanë ata. Rrjetat logjike janë komponent të domosdoshëm në shumicën e pajisjeve elektronike që përdorim çdo ditë, duke përfshirë smartphone-at, tabletët dhe pajisjet e memorjes, siç janë SD kartat ose USB stikat. Kompjuterët mund të ekzekutojnë operacione komplekse me shpejtësi dhe efikasitet të jashtëzakonshëm, duke kombinuar mijëra, miliona dhe miliarda nga këto rrjeta logjike. Rrjeta logjike ka shumë, por në thelb ato ndahen në dy grupe të caktuara. Kjo ndarje bëhet sepse secili ka funksionin dhe karakteristikën e vet unike. Ato ndahen në rrjetet kombinacionale dhe rrjetet sekuenciale. Tek rrjetet kombinacionale dalja varet vetëm nga inputet aktuale. Këto janë si kalkulator të shpejtë, që nuk kanë kujtesë, kurse tek rrjetet sekuenciale dalja apo outputi varet nga inputet aktuale dhe gjendja më parshme, apo memoria. Këto janë si sisteme me kujtesë. Mënyra ime e preferuar se si ti mendojmë rrjetat logjike kombinacionale është të paramendojmë një kalkulator që kryen operacion në çast. Ai merr inputin, kryen operacione logjike të caktuara për të dhe nxjerr një output të menjëhershëm, pa mbajtur mend se si ishte gjendja më hershme. Aplikimet e rrjetave kombinacionale janë të gjëra, por në thelb mund të caktojmë funksionet aritmetike logjike që kryejnë operacione si mbledhje, zbritje, shumëzim, krahasim. Mund të marrim shembull në kompjuter gjysmë-mbledhësin apo mbledhësin e plot. Po ashtu në kompjuter përdoren për transmetim të dhënash, lehtësojnë lëvizjen e të dhënave brenda sistemi duke përfshirë multipleksere dhe demultipleksere. Po ashtu një përdorim i rrjetave kombinacionale është konvertimi të dhënash. Përkthejnë të dhënat nga një format në tjetrin, si për shembull nga binar në decimal, duke përdorur dekodera dhe enkodera. Rrjetat logjike sekuenciale janë ato që i japin kompjuterave aftësinë për të mbajtur mend. Ato kryejnë operacione logjike njëjtë si në rrjetet kombinacionale, por kanë memorie apo kujtesë, që lejon qarkun të kujtojë gjendjen e mëhershme. Ato shpesh operojnë me një sinjal kohëmatës, që quhet në gjuhën angleze clock, duke avancuar gjendjen e tyre në hapa të caktuar. Çka i ndryshon ato nga rrjetet kombinacionale është sepse për të njëjtat hyrje, rrjetat sekuenciale mund të japin dalje të ndryshme në varësi të memorjes së tyre. Disa shembuj të rrjetave sekuenciale mund të dallojmë numëruesin, i cili është një shembull shumë i thjeshtë i rrjetave sekuenciale. Sa herë që vjen një sinjal kloku, ai i ruan gjendjen aktuale dhe shton 1. Funksioni varet drejt për drejt nga rezultati më parshëm. Një rast më i komplikuar mund të dallojmë regjistrin, i cili është i përbërë nga flip-flop të lidhur bashk. Ruan një numër binar dhe e mban atë derisa të vijë impulsi i radhës. Thelbësor në procesor për ruajtjen e adresave, instruksioneve dhe të dhënave. Rrjetat sekuenciale kanë një rëndësi shumë të madhe, për shkak të aftësisë së tyre për të kujtuar. Ato na lejojnë që jo vetëm të krijojnë pajisje që reagojnë në bazë të inputit, por edhe kujtojnë informacionin e mëhershëm. Aftësia e kujtesës i bën ato thelbësor për funksionimin e çdo sistemi modern digital, nga smartphone deri tek serverat e mëdhenj. Ato mundsojnë ruajtjen e gjendjes së një sistemi duke qenë baza për memorjes, procesor dhe kontrollet e sekuencave. Si konkluzion të rrjetave logjike kemi simfoninë digjitale. Së bashku ato mundsojnë funksionimin e kompjuterëve, procesorëve dhe çdo teknologjie moderne që përdorim çdo ditë. Kjo ishte e gjitha për sot, faleminderit për vëmendjen.